Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridibet, kampionatin kombëtar të debatit në këtë edicion të 8 që zhvillohet dhe zbatohet nga organizata Liburneti. Jo më kot, këtë vit kemi vendosur që ndryshojmë edhe tematikën që trajtojmë tek temat, tek paketat kërkimore që ju keni marrë paraprakisht dhe tashmë jeni të vetëdijshëm që i gjithë kampionati rrotullohet mbi tematikën e ekonomisë qarkulluese dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Ky edicion mundsohet nga projekti i Giz Albania, që është BE për ekonomi qarkulluese dhe qytete të jetueshme, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Sot jemi në Krujë dhe do të zhvillojmë debatin e dytë që i takon këtij rajoni për të kuptuar se cilat do të jenë skuadrat që do të akumulojnë më shumë pikë për të pasur të drejtën e kualifikimit në fazën eliminatore. Faza eliminatore është ajo ku ne do të shohim debatet dhe do të kemi mundësinë që të kemi 16 skuadrat me performancë më të mirë që kanë dhënë gjatë fazës rajonale. Sot jemi me dy shkolla, nga Shote Galica, nga Fushkruja më saktë Shote Galica, një duar ndërkitje për skuadrën, e cila rikthehet në kampionat, është tashmë pjesëmarrëse nga edicioni i dytë në mos gaboj Zysh Rovena, apo i pari fare? I dyti, që do thotë ka një traditë të gjatë në kampionat, flasim për edicionin e 8, ashtu sikur se ka dhe shkolla tjetër nga Kruja, shkolla Gjergj Skënderbeu. Faleminderit që jeni këtu, një dorë tërkitje edhe për ju. Ky sesion debatit do të gjykohet nga trupa jon gjykuese që është e përbërë nga Julian Kafexhiu, pjesë e Këshillit Kombëtar Rinor, Urime Sena, që ju e njohët edhe pak më përpara, pjesë e World Vision Albania, dhe Liver Pamuço, që është pjesë e organizatës Liburnetik që zbaton projektin dhe pjesë prej 8 vitesh e strukturës gjykuese të kampionatit kombëtar debatit. Unë nuk u prezantova në fillim të debatit, por unë jam Niko, ose Krishnik Lako, pjesë e organizatës, drejtuesi e organizatës Liburnetik, për ata që nuk më njohen. Shumë faleminderit edhe për ne. Dhe faleminderit edhe për të dyja mësuesit që ju kam përgatitur. Më vjen mirë që këtë vit kemi një përgatitje të themi të përgjithshme, jo vetëm e skuadrave që janë këtu sot, por edhe të skuadrave tjera çfarë ne kemi takuar në këtë fazë rajonale shumë të mirë, që do të thotë ju e keni kuptuar tashmë se si funksionon struktura, por është shumë e rëndësishme që të kemi kuptuar edhe konceptet që kanë të bëjnë me ekonominë qarkulluese. Dhe është shumë e rëndësishme që këto koncepte të përdoren në mënyrë që ju të keni një rezultat sa më të kënaqshëm për sa i përket performancës. Kur flasim për koncepte, flasim për ekonominë qarkulluese, për mjedisin, mënyrën e riciklimit, pse është i rëndësishëm riciklimi, pse na duhet dhe pse duhet ndërgjegjësojmë dhe të rinjt e tjerë bashkëmoshatarët apo edhe ata që janë më të rritur, pra familjarët edhe farefisin, pse jo. Mirë, do fillojmë tani me përzgjedhjen e temës. Kështu që do të ftoj një nga anëtarët e shkollës Shote Galica për të bërë përzgjedhjen e temës parë, debateve të skuadrave, midis këtyre dy zarfeve. Do zgjedhësh? Okej. E lexojmë pa. Atëherë, tema është: a është transformimi i menjëhershëm digjital në ofrimin e shërbimeve publike një hap drejt një ekonomie qarkulluese më efikase apo një rrezik për përjashtim social dhe dështim të sistemit? Faleminderit. Tema e cila ka rënë dhe në debatin e parë për shkollën Skënderbeu, që do të thotë nuk duam të dëgjojmë argumentet përsëritura, por do duam të dëgjojmë dhe diçka më shumë se sa ajo çfarë patëm mundësi të dëgjojmë në debatin e parë. Sigurisht do duam që nga ju të kemi një performancë edhe më të mirë, por siç thash edhe pak më përpara tematikën. Mirë, do bëjmë tani përzgjedhjen e qëndrimit që do të mbajnë dy skuadrat. Diamanta. E hap Diamanta, pa problem. Faleminderit.
Skuadra do të mbajë qëndrimin prom, e hapim dhe tjetrën. E drejtojmë andej nga kamera. Kundër. Faleminderit, mund të ulesh. Nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore. Dhe nuk mund të flas dy herë, që do të thotë se cili nga anëtarët ka maksimalisht 1 minutë kohë për ndërhyrje. Do të filloj skuadra që mban qëndrimin pro dhe do të vazhdoj pastaj skuadra që mban qëndrimin kundër. Suksese. Përshëndetje, unë jam Elisa Lubani, përfaqësuese e Gjimnazit Gjergj Kasiora Skënderbeu, dhe ne mbajmë qëndrimin pron në temën e transformimit digital si mënyrë për ekonominë qarkulluese. Si fillim dua t'ju uroj suksese në debatin e sotëm. Inovacioni është krye fjala e ditëve të sotme dhe një faktor kyç për këtë është edhe teknologjia. Një ndër problematikat kryesore që vendi yt ka hasur ndër vite janë edhe radhat e gjata dhe të bezdisme që bëhen në deret e institucione, si për pagesat e dritave, ujit apo me radhë. Dhe kjo gjë është minimizuar fare mirë nga transformimi i shërbimeve online në e-Albania për vendin tonë. Siç e dim, Shqipëria ka shumë të suksesshme këtë degë, pasi vetëm 95% e shqiptarëve janë të gjithë të loguar në platformën e-Albania dhe marrin shërbimet e tyre si taksa dhe dokumentat të ndryshme që mund t'i duhen. Gjithashtu dhe vendet fqinje janë shumë të përparuar në këtë pjesë, pasi 89% e Kosovës janë të loguar në një platformë të tillë, e-Kosova, gjithashtu edhe 87% e Malit të Zi. Kjo është një hap shumë i mirë për ekonominë qarkulluese dhe në organizimin e shërbimeve. Atëherë përshëndetje, unë jam Resavi nxënës i Gjimnazit Çote Kalica Fushkruj. Për sa i përket transformimit digjital, ai do të krijonte shumë vështirësi për grupet vulnerabël. Siç e dim, në vendin tonë teknologjia betet pjesë e pa zhvilluar dhe e vështirë për këto grupe. Pra, hendeku social midis grupeve shoqërore dhe pasi jo të gjitha kanë mundësinë për të aksesuar në internet dhe jo të gjitha pajisjet digjitale vendosen në çdo zonë të vendit tonë. Gjithashtu kjo vjen si pasojë e mungesës së infrastrukturës dhe zhvillimit të vendit. Për sa i përket ekonomisë qarkulluese të vendit, ky transformim nuk do dikonte duke e bërë atë të vështirë në mjedisin tonë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Jezerca Ayazi e dëgjova me kujdes argumentin tënd dhe po t'jap të drejtë për deri një farë pike. Sepse siç e dim, transformimi digjital është përdorur shumë edhe për lehtësimin e integrimit të ekonomisë qarkulluese, ku përdorimi i sistemeve digjitale mund të ndihmojë në integrimin e më efikas të ekonomisë qarkulluese, duke bërë që burimet të përdoren me më efikasitet dhe të rifillojnë ciklin e tyre ekonomik. Gjithashtu kemi edhe shumë mundësi në mbledhjen e materialeve të ricikluara dhe kemi parë mjaft raste kur janë bërë shumë platforma duke zhvilluar këtë lloj organizatash ku kanë përfitime jo vetëm për bizneset, por edhe për individët. Por ky digitalizim nuk është e gjitha rëndësia nuk është vetëm mbi këtë ekonomi qarkulluese, është dhe mbi korrupsioni, një dukuri që e kemi parë që zhvillohet shumë kohët e fundit. Dhe a nuk është digitalizimi një mundësi për të reduktuar korrupsionin, sepse pse duhet të kemi ne duhet jemi ne të detyruar të blejmë në thojza shërbime që fare lehtë mund të merren pa pagesë fare. Përshëndetje, unë jam Sabina Kallmeti dhe ndëgjova me shumë kujdes argumentin tënd, por në anën tjetër, edhe pse duhet të ulëm korrupsionin, ne e dim që digitalizimi i menjëhershëm është një ndryshim që ka një kosto shumë të lartë, gjë që krijon një problem në shtetet e vogla siç janë Shqipëria dhe Kosova, që do të bënte që infrastrukturat e tjera, buxheti i tyre të ishte më i ulët nëse i gjithë buxheti i një shteti të shkonte në zhvillimin e sistemeve TIC. Dhe do bënte gjithashtu që kjo infrastrukturë shumë e lartë, edhe pse redukton një mbetje, por të shfrytëzosh një buxhet shumë të lartë për një sistem i cili nuk është i domosdoshëm për të gjithë persona që nuk kanë aksesim në të, do bënte edhe një dëm në ekonominë e një shteti dhe do ta çonte atë edhe drejt një krize më të madhe ekonomike, sepse një sistem i tillë edhe mund të dështojë në shumë raste të tilla, sepse jo të gjithë njerëzit mund të dinë se si ta menovrojnë një sistem të tillë dhe do të kenë dëme të cilat mund të jenë edhe të pashmangshme dhe më të larta se sa mbetje. Përshëndetje, unë jam Ganjon Keçi, duke lidhur argumentin tim drejt për drejt me argumentin tënd, mund të them se transformimi me njëhershëm digjital redukton kostot e administratës. Thënë kjo, nga një studim është vërtetuar që administrata mund kursejë rreth $1 miliard vetëm nëpërmjet automatizimit dhe në këtë mënyrë mund të shmangë dhe burokracinë. Për shembull, Estonia ka automatizuar diku tek 99% të shërbimeve
në këtë mënyrë duke reduktuar dhe duke mbajtur 2% të prodhimit brendshëm bruto. Gjithashtu kemi edhe Britaninë e Madhe, e cila nëpërmjet platformës gov.uk, siç është edhe platforma jonë Albania, ka rritur të kursejë rreth 4 miliard pound vetëm në 5 vitet e fundit. Gjithashtu platforma Albania ka rritur të automatizojë rreth 1200 shërbime, në këtë mënyrë duke kursyer rreth $1 milion vetëm në certifikata. Pra mendoj që ky është një argument goxha bindës, duke qenë se reduktimi i kosteve të administratës hedh poshtë atë që sapo the. Atëherë, jam dakord me argumentet që u that, por një kalim i shpejt në digitalizimin e shërbimeve publike mund të rezultojë dhe një dështim teknik masiv, sepse siç e dim, ne mund të jemi shtetet mund të jenë të papërgatitura për një transformim të tillë strukturor. Dhe ne e dim që platformat online duhet të testohen për një kohë të gjatë përpara se ato të implementohen masivisht. Dhe gjithashtu mungesa kapaciteteve teknike dhe mirëmbajtjes së rregullt, si pasojë kësaj nevojës menjëhershme për digitalizim, mund të ekspozojë sistemin ndaj rënjeve të funksionalitetit dhe duke rrezikuar madje, mundsoja unë, edhe një kolaps të tërë sistemin, duke I lënë qytetarët jashtë këtyre shërbimeve shumë të rëndësishme. Si shembull, desha të përmend aplikacionin NHS Test and Trace I Mbretërisë së Bashkuar, I cili u krijuar gjatë pandemisë së COVID-19, ku jepeshin të dhënat e kontaktit të personave, të këtyre personave të infektuar, në spitalet më të afërta e tjerë. Përshëndetje, jam Vanessa Suta. Dëgjova me vëmendje argumentin tënd dhe mendoj se deri ku ke të drejtë. Por nga ana tjetër nuk mendon që transformimi I njëhershëm digital do na sillte një rritje të transparencës në shërbimet publike dhe gjithashtu rritjen e përgjegjësisë së institucioneve? Mendoj që po. Teknologjia digjitale mundson qytetarët të ndjekin zhvillimin e shërbimeve dhe gjithashtu I japin mundësi të raportojnë nëse ka keq menaxhim ose keq përdorim. Platformat online u sigurojnë qytetarëve në kohë reale dhe në çfarëdo lloj vendi që të ndjekin statusin e kërkesave të tyre dhe gjithashtu japin mundësinë të linë një feedback. Kjo do krijonte një cikël të madh feedbacku duke mundësuar që rritjen e përgjegjësisë së institucioneve në bazë të opinionit të përgjithshëm publik që krijohet nga këto feedbacke. Gjithashtu, një sondazh I Deloitte tregon se 82% e organizatave raportuan përmirësim në përgjegjësinë dhe qartësinë e vendimarrjes pasi investuan në teknologji digjitale. Gjithashtu, sipas statistikave të nxjerra nga grupi për shërbime politike dhe juridike, ose ndryshe GLPS-ja, në Kosovë tregon që 73.9% e qytetarëve besojnë se transformimi digital do ta bënte më të lehtë qasjen në shërbimet publike. Përshëndetje, unë jam Algesti, respektoj mendimin tënd dhe ishte shumë e qartë, por sipas të studimit të Kombeve të Bashkuara, rreth 41 milion ton mbeti elektronike unë grumbulluan rreth vitit 2023. Siç gjithë e dim, kjo sjell ndotje mjedisi shumë të madhe dhe çrregullim të klimës. Ky lloj shkëmbimi informacioni, siç gjithë e dim, kërkon pajisje digjitale të avancuara dhe ka nevojë për internet të vazhdueshëm. Disa grupe të caktuara individësh nuk kanë mundësi që të kenë akses në këtë lloj transformimi. Pra mund të jenë në zona rurale, në fshatra ose në vende të cilat nuk ka akses interneti, pra në zona të varfra mund të themi. Prandaj duhet marrim me kujdes masat e qëndrueshme se gjithë individët me politika të kujdesshme mos të dalë të përfituar. Përshëndetje, unë jam Klea Murati, dëgjova me vëmendje argumentin tënd, por mendoj se transformimi digital ndihmon në menaxhimin e burimeve natyrore. Digitalizimi I shërbimeve publike sjell një ekonomi më efikase dhe më të qëndrueshme, duke e çuar atë drejt një ekonomie qarkulluese. Teknologjitë digjitale gjithashtu ndihmojnë në monitorimin e konsumimit të ujit, energjisë, transportit, mbetjeve e tjerë. Institucionet të ndryshme, si OSHE-ja, kanë arritur të analizojnë se sa energji harxhohet dhe në mënyrë që ata të mos ta çojnë një pjesë dëmb të cilën popullsia nuk e përdor. Nga Komisioni Evropian gjithashtu është parë që në vitin 2022 është bërë e mundur edhe reduktimi me 20% e dioksidit të karbonit. Shqipëria me platformën e-Albania, por gjithashtu edhe platforma e Kosovës e-Kosova, ka arritur që me anë të kësaj platforme mos shpërdorohen letrat ose të ndalohen radhët e shumta që bëheshin nëpër institucionet përkatëse për të marrë këto dokumente në mënyrë fizike. Përshëndetje, unë jam Alba Karaj. Mendoj që përfshirja e teknologjisë ka benefitet e saj, por deri në një farë pike, pasi siç e dim, popullata jonë është e ndarë në disa grupe shoqërore dhe
Disa grupe shoqërore si për shembull të moshuarit ose njerëzit të cilët kanë aftësi ndryshe nuk e kanë mundësinë që të dinë të përdorin teknologjinë. Pra, ata mund të shkojnë drejt të kërkuarës ndihmë dhe mund të kërkojnë ndihmë nga të afërm ku shpesh herë dhe nuk mund ta gjejnë atë ndihmë dhe ose mund të shkojnë drejt kërkimit të ndihmës në asistencat sociale ku ata do detyrohen të paguajnë këtë asistenca sociale dhe si përfundim ato nuk e kanë të mirë për përdorimin e teknologjisë. Përshëndetje, jam Alicia Blushi. Atëherë mendoj që transformimi digjital përkundër asaj që theti përhap aksesin në mënyrë të barabartë dhe qëndrueshme. Sipas një studimi, Albania në Shqipëri që të dim ofron ofrimin online të mbi 1200 shërbimeve. Dhe sipas një studimi të Instatit të vitit 2023, mbi 83% e njerëzve e përdorin këtë shërbim dhe janë të aksesueshëm në këtë platformë, çka është një përqindje goxha e lartë dhe mendoj që është shumica e popullsisë. Gjithashtu sipas Instatit përsëri janë kursyer nga Albania 10 vite pritje dhe 12 milion euro, çka është një ardhur goxha e madhe që mund të përdoret për zhvillimin e vendit. Gjithashtu mendoj që gjithçka për shkak të këtyre platformave gjithçka është transparente për qytetarët dhe nuk ka nevojë për përballje face to face, gjithçka është automatike, mjafton klikimi një butoni. Dhe nuk ka nevojë për qytetarët për shpenzime të kota si transport apo printime, pasi gjithçka mund të kryhet në mënyrë digjitale. Kjo mund të jetë një plus shumë i madh edhe për persona që janë të moshuar dhe ndodhen për shembull në zonat e fshatrave, por edhe për të afërmit tonë që mund të ndodhen jashtë shtetit. Gjithashtu doja të përmbyllja me një pyetje. Nëse ju mendoni se digitalizimi ka këto aspekte negative, atëherë pse gjithë bota sot po digitalizohet? Si jeni, quhem Vesa, jam përfaqësuese e shkollës Shote Galica. Në fakt në kundërshtim nga ti, mendoj që aksesueshmëria është e pjesshme. Pra kemi një përfshirje të teknologjisë në befasin në ritme shumë të shpejta. Kjo sjell që individët të ndahen në dy pjesë, ato të cilët mund ta përdorin teknologjinë dhe ato të cilët nuk munden. Pra, kjo është gjithashtu vërtetuar nga Komisioni Evropian se deri në vitin 2023, pjesa më e madhe e shoqërisë nuk mund të përdorte dot as shërbimet bazë. Për shembull, për vende pak më të zhvilluara, kemi 1 nga 5 individ mbi moshën 55 vjeçare, të cilët nuk përdorin dot as edhe një lloj shërbimi online. Gjithashtu ne dim që kjo pra sjell mospërfshirje sociale, duke sjell shtetin as pak afër individit. Aksesueshmëri shumë e pjesshme, as pak lidhje me individin, ndarje të grupeve, diferencim dhe lënje me një anë shumë grupeve të rëndësishme që duhet i kushtohet rëndësi të veçantë. Jam Zamira Sana, e kuptoj argumentin tënd dhe jam dakord, por mendoj që transformimi me njëhershëm publik rrit inovacionin dhe konkurrencën, sepse krijon një midis më të hapur, më të thjeshtë dhe më të lehtë për të vepruar. Për shembull, kur bizneset apo qytetarët duhen të marrin përsipër për të hapur një biznes apo për të aplikojnë për leje apo të dhënat e tyre publike t'i marrin në mënyrë më të lehtë, kjo do të zhdukte burokracinë. Për shembull, nëse një pjesëmarrës merr përsipër të hap një biznes, ai do ishte i nxitur që konkurenca të ishte për shërbime më të mira dhe për zhvillimin e më të mirë të inovacionit. Një shembull të mirë ne kemi Lituaninë, ku pas digitalizimit të plotë të kompanive, koha për të hapur një biznes ra nga 10 ditë në më pak se 1 ditë. Kështu u rrit me 40% numri njerëzve që merrin përsipër për hapjen e një biznesi të ri, por vetëm brenda 3 viteve. Kështu shteti duke qenë vetëm inovativ merrte përsipër të mbështette konkurrencën pozitive në treg dhe duke mbështetur kështu zhvillimin ekonomik më të qëndrueshëm dhe më të zgjuar. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, jam Melisa Duka nga shkolla Shote Galica dhe ju dëgjova rreth argumenteve tuaja. Në fakt përmendet se ky lloj transformimi digjital në sektoret publike mund çojë në zbatimin e praktikave qarkulluese, gjë që nuk mendoj se është e drejtë, sepse duke përdorur pajisje teknologjike, të cilët nuk mund të zëvendësohen me pajisje modulare, atëherë do të çojmë drejt një ekonomie dhe modeli më linear. Fillimisht për të përfituar nga këto efikasitete dhe fleksibilitete që ju të gjithë përmendet, nevojitet një infrastrukturë nevojshme ekzistuese fillimisht, apo jo. Dhe kjo infrastrukturë nevojshme ekzistuese kushton shumë dhe kërkon një buxhet të madh fonde marramënse, të cilët te kalon kapacitetet e vendeve në zhvillim siç është Shqipëria, sepse ne nuk krahasohemi dot me vendet e zhvilluara tashmë, të cilët janë digjitalizuar. Sipas Unionit të telekomunikacionit ndërkombëtar vlerësohet se për të përmbushur hendekun e transformimit global nevojiten të paktën 1.6 trilion dollar. Pra janë shuma të konsiderueshme të cilët nuk na lejojnë që digitalizohemi plotësisht. Gjithashtu dëgjova edhe një argument me kujdes që tha që mund të rrisë transparencën. Por me që këto të dhëna ekspozohen, a nuk mendoni se mund të jetë një faktor për cënimin e konfidencialitetit? Faleminderit.
Përshëndetje, jam Diamanta Sula, ju falenderoj për argumentet e parashtruara, por më duhet t'ju kundërshtoj. Përmendet aspektin ekonomik, por mendoj që transformimi menjëhershëm digjital në ofrimin e shërbimeve publike është një mundësi shumë e mirë për punësimin e shumë ekspertëve të teknologjisë dhe specialistëve të ndryshëm në këtë fushë. Punësimi i specialistëve në këtë fushë do të ndihmojë në përmbushjen e qëllimit për transformimin e shërbimeve publike online. Sipas organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, OECD, me çdo 10% rritje në digitalizimin e një shteti, rritet me 5 deri në 7% vendet e reja të punës për ekspertët e rinj në fushën e teknologjisë. Mund të marrim si shembull Italinë, me projektin e saj që synon të krijojë Italia Digitale e 2026-s, synon të krijojë rreth 500.000 vende të reja pune për gjithë këto ekspertët e teknologjisë vetëm në fushën e teknologjisë. Faleminderit. Atëherë, i dëgjova me kujdes të gjithë argumentet edhe besoj që jeni mjaftueshëm të saktë, por më duhet të kundërshtoj një pjesë që mendoj që është shumë e rëndësishme. Studiues të ndryshëm kanë publikuar raporte të ndryshme që dëshmojnë që sulmet kibernetike do të jenë një nga faktorët kryesor më të rrezikshëm në dekadën e ardhshme. Dhe mendoj që ky është një faktor kyç që duhet prekur, pasi ka ndodhur më parë, do të ndodh tani dhe përgjithmonë. Në vitin 2021 në Irland, një keq funksionim rezultoi në një sulm kibernetik që bllokoi shërbimet shëndetësore të këtij vendi për javë të tëra. Në 2023, në mbar botën, platforma Microsoft Azure pati gjithashtu një keq funksionim tjetër që solli shumë probleme me sistemet shtetërore të vendeve të ndryshme të botës dhe qytetarët në këto vende nuk mundën që të kishin akses te këto shërbime që zakonisht mund t'i merrnin. Mendoj që gjigantët e teknologjisë, pavarësisht se mund të jenë shumë të fuqishëm, kanë një dobësi. Mirë. Faleminderit. Do të vazhdojmë me debatin e dytë, debatin e liderave, që vënë në këtë përballje Diamantën dhe Alean. Për temave spontane, që do të bëjmë përzgjedhjen e njërës prej temave. Hajde Diamanta. Emigrimi është zgjedhja më e mençur për të rinjt shqiptar. Faleminderit. Pra tema do të jetë emigrimi është zgjedhja më e mençur për të rinjt shqiptar. Është e qartë tema? Bëjmë përzgjedhjen tani për sa i përket qëndrimit. Pra, disa skuadra tjetër do të mbajnë qëndrimin kundër. Pra ju do të jeni pro emigrimit të rinjve, është zgjedhja më e mençur, kurse për ju do të jetë kundër. Pra, të rinjt duhet të qëndrojnë në Shqipëri. Okej? Keni 7 minuta kohë përgatitore. Debat të dytë, do të kemi një përballje midis dy liderëve të skuadrave përfaqësuese. E rëndësishme është që të dini që keni 4 ndërhyrje në total, nga 2 minuta maksimalisht. Nga ana tjetër shumë e rëndësishme është që dhe ju të jeni të vetëdijshëm se cila do të jetë ndërhyrja e fundit në mënyrë që të bëni një përmbledhje, pra që debati të ketë një fillim, një hyrje, të ketë një zhvillim dhe mos përfundojë pa një rezultat. Dhe më e rëndësishme akoma, i drejtohemi gjithmonë palës tjetër në mënyrë që të kemi një debat sa më konstruktiv dhe më rëndësishme dëgjim aktiv dhe kthim përgjigje argumentit me kundër argument. Dhe më e rëndësishme akoma është që mos të bëjmë zhurmë në mënyrë që mos ndikojmë tek argumenti dhe tek ndërhyrja e shokut, pra ose e kolegut apo e kundërshtarit apo ku do të jenë. E rëndësishme është që grupi të dëgjojë me vëmendje se çfarë është duke thënë në mënyrë që ta ndihmoj përfaqësuesin, pra liderin e skuadrës, me shnime, jo me fjalë, se ajo të ndikon pastaj edhe emocionet bëjnë të vetën. Mirë, jemi gati? Përdorni studime, analiza, statistika. Është shumë e rëndësishme që të kemi një are, siç kemi thënë gjatë trajnimit, të plot.
Momenti që I kemi të treja elementet, pojimin, arsyetimin dhe të dhënat, pra shifrat, evidencat, bëhet akoma dhe më I parezistueshëm argumentet dhe ndërhyrjet që do t'jepni. Mirë? Suksese. Atëherë, tema është emigrimi, është zgjedhja më e mençur për të rinj shqiptar. Për këtë temë mund të them që është një temë shumë bashkëkohore, sepse të gjithë shohin, pyesin dhe informohen dhe interesohen për këtë çështje për Shqipërinë tonë, sepse jemi një vend I vogël. Megjithatë, të gjithë këto persona që supozohet të jenë duke jetuar këtu në Shqipëri, po largohen. Pse? Arsyeja është shumë e thjeshtë. Shqipëria është një vend Shqipëria është një vend ku kushtet minimale janë të neglizhuara, përfitimet nuk janë të gjitha, domethënë pro individit, por më shumë pro shtetit, dhe më vjen keq që e them këtë sepse e dua vendin tim, por qytetarët e vendit ton nuk mund të sigurojnë një jetesë aq të mirë sa mund ta siguronin në vende të tjera. Ne shohim shpesh që nëpër lajme apo nëpër tekste shkollore tregohet që vendet më malore, për shembull vendet më të thella, por edhe vetë vendi ku sapo jemi tani në Krujë, njerëzit po largohen, po emigrojnë, sepse nuk po I plotësojnë dot kushtet e jetesës këtu. Përshëndetje, e respektoj mendimin tënd. Për sa I përket temës emigrimi është zgjedhja më e mençur për të rinj shqiptar, unë mendoj që kjo është e gabuar, pasi të rinj shqiptar janë e ardhmja, të rinj në përgjithësi janë e ardhmja e një kombi, janë frymëzimi dhe ideali I një shoqërie. Mentaliteti dhe mendësia e të rinjve janë ajo çka me të vërtetë I duhet një vendi. Mund përmendim angazhimin e tyre në politikë. Ato janë zëri që përfaqëson më denjësisht një vend, janë më afër problemeve, janë më afër aktualitetit. Për sa I përket aspektit ekonomik, mund përmend që ti përmende pjesën e të ardhurave. Shqipëria është një vend në zhvillim dhe këtë e tregojnë qartë statistikat që mund të marrim nga Instati. Vendet në zhvillim, ku hyn edhe vendi ynë, po zhvillohen çdo ditë. Duke marrim edhe rastin e Shqipërisë, Shqipëria është një vend I cili po bën hapa për të përmbushur kriteret e integrimit në Bashkimin Evropian, çka do të thotë që është një vend me aspirata për të zhvilluar dhe nëse të rinjt nuk rrin këtu në Shqipëri, atëherë kush do t'i plotësoj këto aspirata që I duhen Shqipërisë? Atëherë, mendoj që ajo që sapo the është shumë e vërtetë. Shqipëria synon të futet në Bashkimin Evropian, por Shqipëria nuk e ka arritur akoma. Pse? Sepse nuk janë kushtet e duhura. Mendoj që pavarësisht asaj që thash edhe pavarësisht kësaj që po thua ti, të rinj shqiptar që edukohen jashtë, kur vinë këtu, shohin gjithçka që është problem me vendin tonë. Shohin që aty ku kanë qenë, në çfarë do lloj vendi të jetë ky, të dhënat që marrin mund të jenë më moderne, mund të jenë, domethënë, mund të ketë domethënë më shumë mundësi, më shumë opsione për ta. Ndaj mendoj që në qoftë se të rinj shqiptar studiojnë jashtë, ky nuk është një problem për vendin tonë. Në të kundërt është një gjë plus, sepse ato që studiojnë jashtë shohin domethënë mënyra të reja se si mund t'ja dalin, se si mund ta bëjnë Shqipërinë një vend më të bukur, sepse të gjithë ato që largohen nuk do të qëndrojnë përgjithmonë jashtë, do të vinë në Shqipëri. Gjëja kryesore që dua të trajtoj është që të rinj shqiptar mund të largohen për të kthyer, jo për të larguar përgjithmonë. Faleminderit. Atëherë përmende pjesën e studimit të rinjve shqiptar jashtë. Pse duhet që vendet e Europës apo vendet e botës në përgjithësi të marrin studentët shqiptar, të marrin trurin e Shqipërisë dhe ta përdorin atje. Unë I shndroj një shprehje popullore që thot guri I rënd në vend të vet, sepse mendoj që gjithsecili prej nesh duhet të jap kontributin e tyre në vendin ton. Kjo për shumë arsye, për arsye politike. Ne jemi në prag të fushatës elektorale dhe më shumë se kurrë sot Shqipëria ka nevojë për një fushi të re, për një frymë të re, ka nevojë për rinin, sepse rinia është ajo që vërtet e di se çfarë I nevojitet këtij vendi. Ne jemi ato që jemi më afër problematikave. Një tjetër aspekt që doja të përmendja është një proces I gjatë dhe ka kosto që të bëhesh një qytetar I lishëm në këtë vend.
Doja të përmendja edhe që emigrimi i popullsisë do të rrezikonte humbjen dhe zhdukjen e kulturës. Ne kemi të afërm dhe e dim shumë mirë që shumë prej tyre kanë harruar gjuhën, kemi shifra nga Instati të njerëzve që nuk janë integruar, në humbjen, rrezikojnë në humbjen e kulturës. Atëherë, për të gjitha pikat që përmende ti, si fillim, ajo që the për pjesën e studentëve jashtë vendit, që po e përdorin trurin atje, mendoj që mund ta shohim në një aspekt akoma më pozitiv për ne. Sepse mendoj që truri mund të përpunohet atje, jo të përdoret atje, të përpunohet dhe të vijë të përdoret këtu. Mendoj që është një model shumë i mirë që mund të ndiqet. Gjithashtu për pjesën që the që të rinj shqiptar po sjellin një frymë të re, nuk mendoj që po vjen një frymë e re me të vërtet. Ajri këtu në një mënyrë metaforike mund të themi që është i ndotur. Si mund të marrim një frymë të re në një vend të ndotur? Mendoj që duhet të dalim pak edhe të shohim horizontin nga vende të ndryshme, edhe të sjellim ide të reja, mënyra të reja. Pastaj për pjesën që thatë për humbjen e kulturës, mendoj që nuk është gjithmonë fakti që po rrin jashtë, ka edhe shqiptar në Shqipëri që fëmijët mësojnë më parë anglishten për shembull se sa gjuhë të tjera. Në shumë shkolla anglishtja po futet gati le të themi gjuhë e parë, po futet bashkë me gjuhën shqipe në klasë të parë, por mendoj që në qoftë se ky është domethënë me të vërtet diçka që na shqetëson neve, mund të kujtojmë arbëreshët që kanë ikur nga Shqipëria nga sa shekuj edhe akoma e ruajnë traditën, gjuhën, kulturën. Faleminderit. Për sa i përket të rinjve, ne nuk jemi të sigurt qoftë ata të rinj që e ripërpunojnë trurin e tyre në vendet e Europës, por qoftë edhe në vendet e tjera të botës, nuk e kemi këtë siguri se a mund të rikthehen përsëri në Shqipëri. Për sa i përket pjesës ekonomike, po krijohen nga investitorë të huaj më shumë mundësi punësimi. Mund të marrim shembuj të ndryshëm. Në ishullin e Sazanit, vajza e Donald Trump ka krijuar, po bën një investim atje, e cila do të krijojë shumë mundësi punësimi për shumë të rinj. Jo vetëm gjatë sezonit veror, por në përgjithësi. Shumë emigrantë nuk po kthehen më, pothuajse vetëm për të kaluar pushimet e tyre dhe për të takuar të afërmit. Kështu ky veprim sjell një plakje të popullsisë dhe humbje të risive. Nëse referohemi shifrave të Instatit, sipas censusit të fundit të bërë në vitin 2023, pjesa më e madhe e popullsisë i përket grupmoshës së tretë dhe kjo tregon qartë për një plakje masive të popullsisë. Atëherë pse duhet të shndrohemi në marioneta të një shteti tjetër ku mund të kontribuojmë në vendin tonë? Atëherë mendoj që për këtë që ju thatë, mund të themi që ai shembulli që përmendë për ishullin e Sazanit, që vajza e Donald Trumpit ka krijuar, domethënë, një fondacion apo diçka të re, përse nuk po i bëjnë të rinj shqiptar këto gjëra? Sepse nuk kanë parë, nuk kanë dëgjuar dhe nuk kanë patur mundësinë të zhvillohen drejt kësaj forme, drejt këtij procesi që mund t'i kalojë ato domethënë në faza më të larta për sa i përket pjesës së zhvillimit të Shqipërisë. Nuk kanë parë një model jashtë vendit, ato që kanë qëndruar domethënë gjithmonë në Shqipëri. Sepse Shqipëria po bën çfarë po bën edhe akoma nuk po lëviz. Si thash edhe që parë, që ne po të kishim arritur domethënë në Shqipëri me forcat e Shqipërisë një nivel më të lartë, do ishim futur në Bashkimin Evropian. Gjë që nuk po ndodh, po shtyhet vazhdimisht, sepse Shqipëria nuk ka parë akoma se si mund të krijohet një model akoma më modern apo më i përshtatshëm për një zhvillim të mëtejshëm. Mendoj që kjo temë është delikate, është mjaftueshëm dhe shumë tepër delikate, sepse shqiptarët e duan vendin e tyre, edhe nuk duan ta shohin kurrë të shkatrohet apo të dalë domethënë të mos ketë më shqiptar në Shqipëri, por po detyrohemi, nuk është se po shkojmë me dëshirë për të dalë në një vend huaj, por po shkojmë sepse nuk kemi mundësinë për të bërë ato që mund të bëjmë për të zhvilluar potencialin e plotë të Shqipërisë në Shqipëri pa parë modele të huaja. Faleminderit. E respektoj mendimin tuaj, por nuk bie dakord me pjesën që Shqipëria nuk po përparon.
Fakti që janë hapur negociatat me Bashkimin Evropian është një tregues mjaft i mirë që Shqipëria po përparon edhe është një vend në zhvillim. Doja të përmendja mungesën e profesionistëve. Në Shqipëri mjekët, infermierët në dim shumë mirë që mjekët dhe infermierët na i ka marrë Gjermania. Pse Gjermania apo edhe shumë vende të tjera që janë të fuqishëm kanë nevojë për individët tanë? A nuk është kjo nga që ata janë të zhvilluar dhe më inteligjent, gjë që bie ndesh, sepse në vend që të shkojmë dhe të njohin mirë, qëndrojnë në vendin tonë, që atë zhvillim do ta jepnin vendeve të tjera, mund t'ja japin shumë mirë vendit tonë dhe ta shfrytëzojmë inteligjencën në vendin tonë. Rasti më tipik i mjekëve dhe infermierëve, sot Shqipëria në zonat rurale ka mungesë të theksuar të stafeve mjekësore dhe ne mund ta vërtetojmë këtë nga shifrat e Instatit apo dhe shumë organizatave të tjera, që tregon se mungesa e këtyre profesionistëve është një kolaps për sistemin tonë mjekësor. Gjithashtu doja të përmendja edhe mbështetjen familjare. Jashtë njerëzit janë në një rrezik social, janë të izoluar, janë të vetmuar dhe nuk e gjejnë veten shpesh herë të mbështetur nga familjarët, dhe ajo çka i nevojitet më shumë është që ndrojnë në vendin e tyre. Jemi gati? Mirë, bëhemi gati tani të marrim edhe rezultatin, edhe komentet e jurisë, përsa i përket performancës tuaj në këtë debat të dytë që zhvilluam në Kroj. Fjala për ju. Mirë, e rimarr prapë unë fjalën. Kjo është për të hequr pak atë tensionin fillestar që më thatë që kishi deri më tani. Për sa i përket debatit të sotëm, ishte një debat i mirë. E vetmja gjë që ne e vum edhe fokusin që në fillim ishte fakti të pasurit një ARE të plot. Kur flasim për një ARE të plot, flasim për shembuj logjik dhe shembuj statistik, që ju duhet të sillni për të pasur sa më të bindshëm argumentin tuaj. Vum re që një pjesë e juaja përsëriti disa shembuj nga tema, të cilët vërtiteshin por nuk nxirrnin në një konkluzion definitiv. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të pasur një fokus kryesor mbi atë çfarë ne duam të themi. Thash, kjo nuk duhet të demotivoj, përkundrazi, duhet të jetë një qasje akoma më e fortë për të luftuar më shumë në fazën tjetër. Unë do t'i përgëzoj të dyja zyshat për punën e mirë që bëjnë me ju, sepse përposa asaj çfarë unë thash, më vjen mirë. Përposa asaj çfarë unë thash, puna e mirë duket në nivelin tuaj të debatit, dhe niveli juaj i debatit ishte një nivel shumë i mirë. Prandaj ju përgëzoj. Urime për fazën tjetër. Përshëndetje të gjithëve. E para, për mua ishte shumë kënaqësi të isha sot antar jurie bashkë me antarët e tjerë. Si ish gjimnazist i këtij gjimnazi, patjetër shumë kthim kohë, edhe për çdo që do studiojmë të ardhmen nga shkencë sociale, debatet janë një pjesë shumë e mirë formuese, kështu që pavarësisht se si shkon rrugtimi të dy gjimnazeve, gjithmonë debatet e gjimnazeve mbeten në kujtesë si një eksperiencë shumë e mirë. Ju shumë suksese në vazhdim. Ajo që unë do të thoja është që ngaherë prandaj është edhe ajo forca e ekipit, jo vetëm si kritik mëjësore për fazën tjetër, sepse po e themi kështu është ky është një debat marrëna shtëpisë, edhe mund të kemi kundërshtar të tjerë në vijim, është që ngaherë në ekip nuk duhet vetëm të lexohet çfarë është përgatitur dhe të pasohet topik e tjetër, mjafton që unë e thash atë që kisha mësuar dhe mbarova detyrën time. Edhe po ashtu edhe nga liderët është ai lideri është si kapiteni i skuadrës futbollit, që në moment që është ekipi që po e shef që nuk po bëjmë dot gol, e merr përsipër gjithë barrën e ekipit dhe jep i çik spunte, jep më shumë edhe nuk duhet të fokusohet gjithmonë debati mbi vi lineare logjike që është ky argument dhe ta çojmë deri në fund. Ngaherë ka dhe dinamizma të reja debati dhe ka i kulturë dhe ndoshta pak më agresive, jo në stilit shqiptar që jemi mësuar për ta parë gjithkohon media, por më agresive në pjesë argumentash. Edhe pjesën që besoj edhe nga zyshat e kemi marrë pjesën e përgatitjes që sidomos për liderët e kisha më shumë kur je duke mbyll debatin, duhet ngaherë ta bësh gjithë rezumen e asaj dhe jo të thush një argument thjesht për të bërë pak mbyllje, po ideja është që ti e hape si proces, po mbron tezën, pe argumentat
kryesor të fillimit dhe pastaj në fund është një përsëritje dhe një thuhen vetëm fjalë kyçe dhe pikat kryesore që ti po themi jep atë goditjen përfundimtare dhe mbron tezën. Dhe për shembull po shikoj për shembull ke Aleja që ishte lidera e Shkollës Galicës. E kishte këtë pjesën e debatit, por që domthon nuk po fillimisht për të mbrojtje temë duhet ta besosh atë gjë. Po ashtu edhe për Diamantën, e cila kishte këtë pjesën që mundoi secili të kishte një, po themi, një ping-pong me njëri tjetrin, por jo për ta mbrojtë më fort edhe për ta besuar mbi të gjitha, pastaj kur e beson diçka e mbron edhe më me vokacion të brendshëm. Kjo është dhe është sukses e gjithë. Okej. Tani unë nuk do zgjatem, thjesht dua t'ju kujtoj që ky është një rankim pikësh, pra nuk ka të eliminuar, por edhe në rastin kur do të ketë të eliminuar, mbani parasysh në çfarëdo lloj procesi ku përfshiheni, është një proces i të mësuarit. Ikni nga ajo shpreha rëndësi ka pjesëmarrja, me ato ironinë që e bëni ju, në çdo pjesëmarrje ju jeni fitues edhe përfitoni duke rritur njohuritë tuaja, duke njohur veten, duke ditur disa aftësi që ndoshta në një ditë apo në një periudhë të zakonshme nuk do t'i njihet dot. Tani, me 212 pikë është vlerësuar shkolla Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe me 191 pikë shkolla Shkolla. E dëgjuat, pra 212 me 191. Të dyja ishit fantastike, është shumë e vërtet ajo që tha Eliverta, që zyshat kanë punuar dhe ka kontent debati. Dhe është shumë pozitive kjo. Kështu që suksese në vazhdim. S'qesh, s'maj. Mirë, faleminderit dyja skuadrave. Uroj të shihemi në fazën tjetër.